Cili është sipas te, çka mendon se çka është shkaku? Është ajo Mendoj që të instrumentalizuar apo është diçka tjetër? jo, unë mendoj që njeriu është armik i asaj që se nje, dhe islamofobia është fobia frika nga Islami. Ata që zakonisht janë individ që kanë frikë nga Islami, zakonisht frika buron nga mosnjoja. Shumica dërmuese atyre janë njerëz që kanë ndërtu perde, ndoshta trosha para vetës që ose nuk e njohin ose nuk dojnë ta njohin Islamin. Sepse ti kur vendos perdet, domethënë ti edhe nëse dëshiron të shikosh, nuk mund të shikosh. Ti mund dëgjosh, mirë po ajo është pastaj ajo që quhet loja e përplasjeve në distancë, ku ti me konceptet e tua paragjykuese për shkak të ndërtimit gabuar dhe mosnjohjes së Islamit, koncepteve së mënyrës së zbatimit të tyre, ti paragjykon dhe merr një mund të them kështu një mostër shumë periferike 1% edhe pastaj bën gjykim të përgjithshëm. Këto as shkenca dhe as shkencat mondane humane nuk e lejojnë që me marrë një mostër të një brumi ekstremist që nuk ka dyshim që është edhe në mesin tonë, edhe është problem, edhe është sfidë, ne duhet ta pranojmë, ashtu siç kanë secila shoqëni grupet ekstreme, qoftë fetare, qoftë nacionaliste, që janë probleme për shoqërinë, qoftë racore, qoftë kriminale, qoftë gjitha spektrave të shoqënisë, dhe pastaj mbi bazën e saj të bësh një gjykim të përgjithshëm. Ky nuk është gjykim, ky është paragjykim i gabuar, i qëllimshëm, ku ti, domethënë me mostra dhe me mas shumë të vogël tenton që të gjykosh një shoqëni të madhe ose një grup madh shoqënor, një komunitet të madh që secilin vend është milionsh. Sa i përket këtyre grupit Deçanit, mendoj që është një kontekst pak më i veçantë pse e ka ndërtu grupin dhe pse është ndërtu kjo lëvizje. Unë mendoj që ata një pjesë e tyre kanë qenë nacionalista, idealista. Pra, ata e kanë ndërru shlirimin e Kosovës, kanë sakrifiku disa për to, kanë luftu, mirë po kanë qenë të formuar tërësisht prej koncepteve nacionaliste, marksiste, në këtë rast enveriste. Ka dhe që janë titiste, marksiste, titiste, disa që vinë nga rajonet e qyteteve që kanë qenë profesor, doktor, akademik, pra ku ajo që kultura jugoslave është ajo që i ka ndërtu. Po një pjesë e madhe janë ajo që nuk i ka formuar kultura jugoslave, po i kanë formuar ndikimi kulturës e ndërruar, enveriste, nacionaliste, që është një farlloj përzierje mes nacionalizmit dhe i parë dhe i vetëm e historisë që s'ka pas religion, e kanë ndaluar religion. Absolut, mes një komunizmi e nacionalizmit. Dhe tash çka ka ndodhur, këta zakonisht të moshën mosh, kanë kriju një përshtypje të gabuar që Kosova është islamizuar shumë. Dhe kanë kriju përshtypje që Kosova nuk është ajo Kosova që këta kanë ndërru, një Kosovë e lirë sipas paragjykimit tyre, që ndoshta gjitha vajzat do të ishin me fundet shkurta, e gjithë do të ishim duke pi alkool, e s'do të shihshim rini nëpër xhamia, musliman intelektual, e lëvizjes hipi që ka qenë. Po, nuk do të shohim ndikim tyre të masim rrjete sociale, gjenerata të reja që edhe kulturalisht ndihen musliman dhe afilion ose ndihen të afër me Islamin, edhe ju ka penguar dhe kanë menduar, kanë kriju një percepcion që Kosova ka marrë një imazh të një identiteti shumë fetar që sipas tyre për këtë s'kan luftu. Dhe natyrisht njeriu t'i vjen një identitet për t'i dhënë kuptim jetës. Prandaj ata të flotilës, domethënë evropian, amerikan, gjithçka lan nga jeta e tyre për të shku me një mision sublim jetësor, nga bindja e vlerave të tyre të drejta që janë në të drejtën, dhe janë duke i shërbyer një popullit shtypur kundër një zullumçari zionist, edhe në këtë rast ai ka dhënë kuptim jetës tyre, nuk ka më rëndësi besimi tyre, i ka dhënë kuptim sepse janë kanë kauzën e drejtë. Edhe këtyne kanë dashur me bënë një grup për më dhënë kuptim i jetës tyre, pleqënisë tyre, me pas një identitet, sepse në realitet shoqërinë tonë nuk ka një identitet më të fuqishëm, më të gjithanshëm, i cili jep shpjegim, kuptim dhe vizion e gjeneratave të reja sikurse Islami. Nuk ka një identitet. Nëse identiteti nacionalist ka qenë një identitet i cili ka masovizu masat, i ka mbush me bateritë e patriotizmit për të sakrifikuar me dhe dashuri për vendin tonë. Por sot është përplas me globalizimin i cili e shkatron atë identitet. Absolut. Dhe sot nacionalizmi nuk është si ideologji dominuese, sepse nuk e ushqen përditshmërinë dhe nuk mobilizon, nuk frymëzon, nuk është një ideologji e cila mund të mobilizojë masa.